La ilahe illallah. Qoftë se donë shkatrohesh dhe dije se Zoti po të dënon, në qoftë se gjithë budallëqet që ke mbledh këtu të realizohen në jetë. Ke mbaru. Kur sa i gjithë mëshirshmi, i gjithë pushtetshmi, i gjithë mençuri, i gjithë dishmi, ai e din se çfarë duhet ty, çfarë ilaçi ke nevojë, dhe mirësinë më të madhe e hedh ke njerëzit kur po i sprovon ato. Po ka dhe i gjë të mira se mirësitë e tij s'mbarojnë kurrë. Ka thonë për çdo breng që ke, për çdo stres që ke, për çdo mërzitje që ke, për çdo ngushtim krahërori që ke, do t'i paguaj ty në këtë botë dhe në botën tjetër. Të falen gjinafet e të shtohen gradat. Ka thonë pejgamberi a.s. shikoje krye veprën e përgëdhjelës hyjnore. Ka thonë do merret ditën e gjykimit. Tani a don ti lidhësh dy pjesët. Ato që nuk besojnë dhe ato që nuk e kanë idenë e botës tjetër nuk kuptojnë asgjë këtë botë për shkak se nuk e lidhin dot. Po e le vetëm dhe e pren me vdekjen, nuk kupton asgjë nga kjo botë. Se kupton pse ndodhin gjërat. Ka thënë njeriu më i sprovuar në sipërfaqen e tokës. Ditën e gjykimit, po s'ka lënë sprov pa kaluar shkreti. Ka vujt shumë, më i sprovuar në gjithë historinë botërore derisa të bëhet kiameti. Allahu madhnushëm i qofshim atij fal. Do ta marrin mesin e miliarda njerëzve dhe do e nxjerrin dhe do i thotë engjëjve, futeni, ky është hadithi saktë i pejgamberit alayhis salam, futeni një fragment të fragmentit sekondit në xhenet dhe nxirreni prapë këtu midis njerëzve. E fusin engjëjt. Fragment sekundi. Dhe e nxjerrin prapë përpara të gjithëve. Se do vërtetoj i madhi Zot atë që ka thonë Kur'an. Çdo gjë aty do kthehet në këtë botë dhe në botën tjetër. Mbasi e sjellin prapë i thot Zoti i bën një pyetje. Tha o njeri im, a ke pa ndonjëherë keq gjatë gjithë historikut të jetësor? Në këtë botë një jetë në varrit ditë gjykimi me radhë. Vetëm një fragment sekundi në xhenet. Ka thonë o Zot, kurrë s'kam pa keq. Ky është xheneti. Çado që të kenë kaluar njerëzit, çdo gjë harrohet. Vetëm një fragment sekundi shuhen që të gjitha dhe fillon lumturia e përjetshme. Çdo që të kenë kaluar njerëzit, çdo gjë harrohet. Vetëm një fragment sekundi shuhen që të gjitha dhe fillon lumturia e përjetshme.